Selam aleikum, i nderuar i hoç. Do të kam problem, një vajzë më shqetëson dhe me çdo kush dëshiron të jetë me mua, çfarë duhet të bëj? E kundët e pyetjes të parë. Mirë kjo, frikë një ditë e kina pas një djetar të madh të Kuvajtit na këtu në Shkup në Sabeg, Abdul Muhsin al-Mutayri. Edhe pata rast që masëni me përcjell me qutërin në Kufin qafa than, e masëni prej në qafë thonës tanena me morën vlezërit e Shqipnisë atje mi u tregu dersa për tanë. E rrugës të shku, kishmi kohë me bisedu shumë edhe po tregon për njënin për i djetarve të maqëm selefit. Po mu ka dalë për men me emni tash, nuk po më tekën. Ai si djetar i madhë shumë, një ditë pas ka arë një gruje edhe më shtelt, se gratit të asaj kohë në kanë konë su kësot shplume, po me një kap kesh. Edhe i ka thonë, apëton, o ti imam, ka thonë, apëton, nuk po muj me u koncentru në namaz. Kër për ndëgjojnë zanin tanë, apëton, nuk po muj me u koncentru, qatë shumë shka më dashuru në tyje, sa që e të mbonë fitne, apëton. E i ka thonë, të lutë në, apëton, martom. Mërë veshte, dhe thotë, s'po muj me u koncentru. Edhe ki imam i shka banë, thotë, po, nemët Allahit po të martoj. Edhe e marton, apëton. E kur shkojnë të shpia, ja hek një kapin që ka me pa. Se ka prit që ashtu më konë, apëton, në falë shpreje e keqe, apëton. Ama nemën të Allahut e ka martu edhe ka jetu me ta 20 vjetë. 20 vjetë. Edhe mrena atyre 20 viteve, kur nuk i ka thonën që nuk jam të dasht, apo kur nuk i ka thonën, apo këton që je e keqe. E gabova që të martu, apëton. Po qka bëhet një sen, ku të vdes ajo, e përvesh, e mas e marton një tjetër të bukur të heshme të mirë, e jeton një jetë me atë qetrën, kur i vjen vdekja, kur i vjen vdekja, thot çfarë vepre shpreson me zatet Allahun dhul xhelal me ta, thot shpresoj me zatet Allahun dhul xhelal, me qatë një qahin e parë që e këm zatet, që nemët Allahut e këm martue, edhe këm bëha sabër me ta, edhe kur si këm thonë që i e keqe. Apo më këton, që ka dhe njëherë, do thot njeriu, do thot sprovohet me danikan. Se vjen dikush i thot, vallaj po dua, apëton pa ti s'muj me jetu edhe ti e jeta e me ardhmëria e me kujt diçka të ta mërta apo këton, edhe ti nemën të Allahut e marton. Andoshta ajo nuk ka e shijat, nuk ka qish me thonën ajo shka ti të ban të lumtur, sikur ke rifja apëton. E ju ka bon lepenka, e do në me heka ajo s'heket apo këton. Ama çka, nëse do thot e marton nemën të Allahut, inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen. Ama nëse e marton apo këton, e masani nuk ban sabër, atëherë do thot do të ketë probleme apo këtan. Për ata sy do thot punë, do thot do të më bë nemën e Allahut dhul xhelal. Edhe çka është ka bën nemën e Allahut, Allah ja bereqet. Mos të dhof bereqet në këtë dunjë, do ta kish shpërblimin në ahiret. Në këtë jam i qartë do thot për këtë pyetje të cilën e ka parashtruar do thot ki vllavi.